Ka ndëruar jetë mbrëmjen e sotme ish deputeti i Kuvendit të Shqipërisë Andis Harasani, një nga figurat e njohura të politikës dhe sektorit energjetik. Harasani, i cili ishte një prej zyrtarëve të Partisë Socialiste, ka shërbyer si deputet në periudhën gjatë vitit 2005-2009. Gjatë mandatit të tij, ai ka pasur një rol të rëndësishëm në politikat energjetike të Shqipërisë, duke drejtuar këtu edhe korporatën elektroenergjetike shqiptare KESH që nga viti 2002 deri në vitin 2005. Pas largimit nga jeta politike, Harasani u angazhua në fushën e biznesit, duke krijuar edhe kompani në SBA dhe duke kontribuar në zhvillimin e disa iniciativave ndërkombëtare. Sa ka që lajmin për ndarjen nga jeta të tij e ka dhënë edhe bashkëshortja e tij në rrjetet sociale, ku shkruan: "Të dashur familjar dhe miq, me hidhërim të thellë njoftojmë humbjen e parakohshme të njeriut ton të zemrës, babait, bashkëshortit, djalit, vëllait, mikut Andis Harasani. Andisi ynë luftoi për jetën me forcën, besimin dhe vendosmërinë që e karakterizonte gjithmonë. Ai luftoi fort për ne dhe nuk rreshti kurrë të dhuruarit dashuri, mbështetje e forcë. Fatkeqësisht e humbëm betejën kundër kancerit. Unë, Tea dhe Henri jemi përjetësisht mirënjohës për këtë rrugtim, jete që krijuam së bashku. Ti do të mbetesh në zemrat tona, njeriu ynë më i shtrenjtë, me humor të pakrahasueshëm, gjithë mençuri e guxim për të ecur përpara. Do të na mungosh pafundësisht dashuria jonë." Sa kaq detajet për ceremoninë e lamtumirës së fundit do të ndahen në ditët në vijim.